Ky është Agron Beqaj, fermeri nga fshati Raca i komunës së Gjakovës. Ai ka vite që mirret me blegtëri. Në fermën e tij ka gjithsej 36 kerë gjedhe. Shumica prej tyre janë terrace cimentat. Agroni u pa që tregon kujdes të veçantë ndaj gjedheve. Ushqimi dhe përkujdesja janë dy gjërat kryesore të cilat ndikojnë në cilësinë dhe sasinë e prodhimit të qumshtit, tha ai. Ky është viti 5 që mirra me këtë blegtëri. Krelopi kam gjithsej po 36. Sa prodhojnë ato, sa litra qumshtë ndikë? Po për momentin 120 e kam. Se do më thonë 10, do më thonë po milen. Ma vunë këtë pjellën tjera, do më ashtu sa se dektojnë 300 litra në ditë. Këtë ferma e ka ndërtuar me mjete vetanake dhe ka standard të mirë. Si shumë fermerë të tjerë dhe Agroni ka qenë përfitues i subvencioneve nga Drejtoria e Bujqësisë. Si vjetë kom përfitu për para një javdite që t'la këtë frezë, që kom pas nevojë shumë, se dektojnë me tani e kom qute fabrika Golaj, u duft me bo transportin vetë, edhe me konta, tash e mas vjen Golaj edhe ma mërë, të nuk kom nevojë, dhe më thonë, për çdo me mëngjes me qurë qumshtin në fabrikë. Edhe vjetë e ku marrë maçinën mielësi prej konvent komunal për Drejtorisë së Bujqësisë. Synimi i tij është në treg të ofrojë një cilësi dhe sasi sa më të mirë të qumshtit. Blegtëria është një veprimtari e cila kërkon punë dhe angazhim. Përkundër sfidave, fermeri Beqaj tha se kjo veprimtari për të është e levërdishme, pasi që me ato që i përfiton, ai siguron të ardhurat e familjes së tij.